urrejtjes vjen parlament, është e rëndësishme që të adresojmë debatin që ka qenë në fakt pa thelb dhe që ky ligj ka shkaktuar, sepse këto janë debate që i kemi dëgjuar në komisionet parlamentare, i dëgjuam dje në seancën plenare, dhe ishte shumë e qartë se shumë kolegë tanë kishin më shumë kohë të lexonin atë që thuhej në rrjetet sociale për ligjin, se sa të bënin një lexim të vërtet të projekt ligjit. Janë shprehur shqetësime për terminologjinë e përdorur, duke pretenduar se ligji kërcënon familjen tradicionale dhe shton numrin e gjinive. Në realitet, ky ligj nuk krijon asnjë produkt të ri ligjor, nuk krijon kurrësi asnjë gjini të re, vetëm synon që të garantojë barazinë reale midis burrave dhe grave. Nëse dikush do donte që të prezantonte në fakt gjini të reja në shoqërinë shqiptare, për këtë kolegët tanë në parlament e dinë shumë mirë që do të duheshin reforma të thella ligjore, duke nisur nga ndërhyrjet në ligjin për gjendjen civile, apo duke miratuar një kuadër specifik ligjor për njohjen e identiteteve të reja gjinore. Është pretenduar se ligji kërcënon familjen tradicionale dhe shton numrin e gjinive. Unë fakt dua që të jemi të qartë, narrativa se po legalizohen 70 gjini në Shqipëri është një gënjeshtër e qëllimshme, e përsëritur aq shumë sa për fat të keq disa filluan që ta besojnë.